Unë mund të them që me dhimbje shumë të madhe. Nëse kur hyra isha me idealizëm të plot dhe politikani duhet të ketë 3 elemente. E para, të ketë kodin e moralit, e dyta, duhet të ketë empatin për popullin, dhe e treta, duhet të trajtoj popullin me një trishtim në sytë e tij. Pra, nuk duhet mendoj që unë jam lart dhe ti je poshtë, por duhet të kuptoj që të preki cilin do dhimbjen e dikujt tjetër dhe ta veshi në formën e një empatie. Ne nuk kemi politikanë që në thelbin e tyre kanë empatin. Kemi politikanë që shfaqen si empatik, po që nuk janë empatik. Kemi ndërtuar një mekanizëm që në fakt nuk ka prodhuar politik. Për mua, neve kemi 36 vite që nuk prodhojmë politik, po prodhojmë pushtet mbajtje. Dhe kur ti prodhon pushtet mbajtje, nuk ka se si të liroj karike dhe po të shohësh, politika është zinxhiri më i frikshëm i asaj proi të ndërgjegjes së njeriut, i cili ka frikë nga vetja në radh të parë, pastaj nga të tjerët. Nëse do t'i merrnim të gjithë politikanët, do t'i vinin përpara pasqyrës së të rrëfyerit, pra t'i rrëfenin vetes, parë syt janë lindur për të parë tjetrin dhe jo veten, dhe do t'i vije përpara një pasqyrë, prandaj quhet pasqyrë. Për 5 politikanë do të bëjmë pas pak 5 pyetje për 1 minutë për secilin, por duhet të jesh sinqert. Po, deri tani kam qenë shumë sinqert në të gjithë gjërat që kam thënë, për arsye se nuk kam nevojë të bëj as mea culpa dhe nuk kam nevojë të bëj sepse nuk e ke nevojshme. As make-up politik. Pra, unë politikën e quaj pjesë të jetës dhe unë them atë që ka thënë Aristoteli, se kam thënë unë, njeriu është kafshë politike. Nëse ne nuk do kishim raporte sociale me njëri tjetrin dhe nuk do vepronim mbi bazën e ligjeve, atëherë ne do të vepronim mbi bazën e instrikit. Kur del në media her pas here në tema, a mendon dhe tani politikisht kur shprehesh? Për shembull në panele televizive apo je e distancuar? Kur kam qenë në politik, mendoja sepse mendoja që përfaqësoja jo vetëm veten, por edhe partinë politike ku unë isha, edhe klasën politike dhe kauzën politike. Kurse tani jam profesoresha e cila bën analiza sociale dhe rrafshe politike ku realisht politikën e ka provuar. Pra ndryshe nga të tjerët, nëse të tjerët e kanë kollaj të bëjnë analizën tënde, unë jam shumë e kujdesshme se e di ç'është politika. Pra, e kam bërë notin politik dhe e di që të jesh politikan duhet të kesh vlera njerëzore, duhet të kesh qasje hynore dhe duhet të kesh motivim të fortë jo vetëm për vete, por dhe për të tjerët. Zonja Nora, çfarë ju frymëzoi që të ndërmerrnit këtë rrugëtim ambicioz në rrugën drejt politikës e më pas edukimit? Dhe si ndikoi kjo në vizionin tuaj në shoqërinë shqiptare? Më frymëzuat ju, pra brezi juaj, dhe më kanë frymëzuar mikeshat e mia, Gjoj, dhe mikeshat të tjera të cilat nuk e kanë patur të lehtë të arrijnë këtu ku janë sot, dhe janë një pjesë mirë e grave, të cilat nuk janë gra të forta, po janë gra elegante, që përdorin sharmin, përdorin logjikën, përdorin mendimin, dhe mendoja që unë duhet isha një nga ato gratë që të mbështes vajzat dhe gratë,